Në për spitalet në vend dhe jashtë vendit, për momentin po kurojnë gjithsej 162 pacientë lënduar nga zjarri në diskotekën Puls në Koçan. Dhe u lëshuan 3 ndërsa 10 nga të lënduarit që shëroheshin në vend do të lëshohen për mjekim shtëpiak. Nga të gjithë pacientët përveç një i cili është në Turqi dhe është në gjendje serioze, të tjerët janë në gjendje serioze por të qëndrueshme, njoftoi ministri i shëndetësisë Arben Taravari. Brojkata na pacijenti koji što se lekuvaat momentalno se 162. Dobra vest što sakam da ja spodjelam дека денеска 10 od pacijentите koji što ležат во државата ќе бидат испишани. Нели вчера имаше 3 пациенти што ги испишавме. Од сите пациенти освен еден во Турција кој што е во многу сериозна состојба, другите се во сериозна, меѓутоа стабилна состојба. Tashmë nuk do të dërgohen pacientë jashtë vendit, ndërsa të gjithë që shërohen këtu janë stabil, tha Taravari. Për momentin 115 pacientë janë jashtë vendit në 14 vende të huaja. Në Serbi mjekohen 30 pacientë, në Bullgari 15, në Greqi 12. Në spitalet në Turqi janë 12 pacientë, në Spanjë 7, Austri 6, Hungari 6, Kroaci 5, në Sloveni, Lituani, Belgjik, Itali, Suedi janë nga 4 pacientë, ndërsa në Poloni 2. Shtabi i krizës do të përgatisë protokolle për kthimin e pacientëve nga vendet e huaja të cilët janë në gjendje të mirë. Tani do të ballafaqohemi me infeksione, andaj duhet të jemi të kujdesshëm, theksoi Taravari. Kurimi i pacientëve jashtë vendit 99% është falas, nuk ka nevojë që të mblidhen para, akomodime dhe shpenzimet rrugore i pagoi qeveria, theksoi ministri. Drejtori i shërbimit për punë të përgjithshme dhe të përbashkëta të qeverisë Ivica Tomovski në intervistë për televizionin 21 tha se janë ndarë 30 milion denar dhe se qeveria do të mbulojë shpenzimet për të lënduarit që shërohen në jashtë Maqedonisë. Obezbedeno je za svega za 142 lica smestuvanje i avionske karte. Potrošeni se početno nekada okolo 3,5 milioni денари, но викам почетно затоа што не знаеме колку време ќе треба за лекување, до кога ќе се лечат, но треба да знаат дека целосно и максимално се што ќе излезе како трошок ќе биде покриено од владата на Република Македонија. Tomovski theksoi se numri i telefonit 070-270-370 është i qasshëm për 24 orë për ndihmë të familjeve, fëmijët e të cilëve shërohen jashtë vendit. Kryqi i Kuq njoftoi se deri më tani janë grumbulluar mbi 43 milion denar ose mbi 700.000 euro për ndihmë të lënduarve në zjarrin në Koçan.